Të nderuar drejtori, mësimdhënës, prindër dhe ju familjarë të dashur. Sot jemi të gjithë këtu sepse një kapitull i gjatë po përmbyllet. Një kapitull që për disa nga ne nisi më 2 shtator të vitit 2013. Në këtë shkollë, në të njëjtat korridore, me të njëjtin emocion të parë. Shumë prej nesh jemi bashkë që nga klasa e parë. Ishim fëmijë të vegjël me çanta më të mëdha se ne, me sy të mbushur me kureshtje dhe zemra që rrenin fort nga emocioni i ditës së parë. Që atë ditë kemi kaluar shumë. Kemi mësuar të lexojmë, të shkruajmë, të ndajmë një bukë, një lodër, një përqafim. Kjo mësuesja e parë që na mësoi të shkruanim shonjën A e deri te profesorët e fundit që na përgatitën për jetën jashtë këtyre mureve. Ditët në shkollë asnjëherë nuk ishin njësoj. Ndonjëherë më të bukurat dhe ndonjëherë më të mërzitshmet. Kujtimet tona janë të mbushura me lumturi dhe shumë çaste të zhurmshme. Teste të papritura, gora për nota më të larta dhe diskutime që fillonin për mësimet dhe përfundonin me ëndra të mëdha për të ardhmen, apo një muhabet koti me arsimtarët. Kemi kaluar ne të gjata duke mësuar për teste dhe mëngjeset e hershme jo të këndshme. Por mbi të gjitha, kemi ndarë me njëri tjetrin miqësinë më të pastër, atë që formohet kur kalon vite të tëra pranë dikujt, duke parë si rriteshim së bashku në çdo moment dhe kohë. Tani, ndërsa shikoj fytyrat e çdo njerit, shoh jo vetëm shok të klasës apo profesor, shoh një familje të krijuar, një familje që u krijua këtu. Sot është dita kur përmbyllim një kapitull dhe hapim një të ri. Një rrugtim që nuk ka më rrugë të qartë drejtime, por kërkon guxim për të ndjekur ëndrat tona, forcën për të përballuar sfidat dhe mençurinë për të marrur vendimet e duhura. Është dita kur lëm pas fëmijërinë dhe përqafojmë të ardhmen, me të gjitha forcat dhe pasiguritë që ajo sjell. Falënderimet nuk janë asnjëherë të mjaftueshme për asnjërin nga jo. As për tetët e pastrimit që shumë herë kemi bërë rëmuj dhe ato duheshin të rregullonin çdo gjë. As për ujët e shkollës që ju sillnin problem duke ikur nga mësimi, duke ju thënë se kthehemi për pak minuta dhe nuk ktheheshin. E heq më heq për stafin kryesor të shkollës. Dua të falenderoj çdo njeri nga profesorët tonë, edhe ata që tani nuk janë më pjesë e kësaj shkolle. Çdo njeri prej jush ka lënë një pjesë të vetës në këtë shkollë, një copës të shpirtit të tyre në kujtimet tona, në mësimet që na kanë dhënë dhe në këshillat që shpesh na kanë ndihmuar të ecim përpara. Ju keni ndikuar në formësimin e mendjeve tona, duke na mësuar se suksesi nuk është vetëm një notë e lartë, por një përpjekje e pandërprerë për të qenë më të mirë se dje. Keni qenë të durueshëm kur jemi treguar kokë fort, të dhëmshur kur kemi pasur nevojë për ngushëllim dhe të drejtë kur na duhej të kuptonim përgjegjësi. Disa prej jush na kanë treguar se shkenca nuk është thjesht formula, por një mënyrë për të kuptuar botën. Të tjerët na kanë udhëhequr në artin e fjalës, duke na mësuar të analizojmë dhe të shprehim ndjenjat tona me guxim dhe oratori. Disa na kanë sfiduar me pyetje që kërkonin më shumë mendim dhe reflektim, duke na kujtuar se të menduarit kritik është po aq i rëndësishëm sa vetdia. Dhe pastaj janë ata që na kanë mësuar mbi jetën përtej librave, për respektin, përpjekjet dhe rëndësinë e përkushtimit. Çdo leksion, çdo kritik dhe çdo fjalë motivuese ka qenë si një gur themeli në formimin tonë. Ju falenderoj nga zemra për gjithçka që keni bërë për ne. Puna juaj nuk ka qenë e lehtë, por ndoshta shpërblimi më i madh për ju është të shihni sot të gjithë ne që jemi gati të hapim një rrugtim të ri, me një uric dhe vlerat që ju na keni dhënë. Faleminderit që na keni mësuar të ndërrojmë, por edhe të punojmë fort për ato ëndra. Faleminderit që na keni rritur si nxënës dhe si njerëz. Kujtimi për ju do të jetojë gjithmonë me ne, kudo që të na çojë jeta. Falënderimi më i ngrohtë shkon për familjet tona, për ju që gjithmonë keni qenë krah nesh, pa kushte dhe me gjithë zemër. Për ju që keni sakrifikuar kohë, energji dhe ëndra personale për të na dhënë mundësinë të jemi këtu ku jemi sot. Faleminderit që keni qenë forca jonë kur ndjeshim të dobët, shpresa jonë kur ndjeshim të pasigurt dhe krenaria jonë kur arrinim sukseset tona të para. Pa ju, ky udhëtim nuk do të kishte qenë kaq i plotë dhe kaq i bukur. Faleminderit që keni qenë gjithmonë aty për krah nesh, duke na mbështetur me çdo hap, çdo sfidë dhe çdo fitore.
Për ju jemi pafundësisht mirënjohës. Një përqafim i veçantë sot shkon për kujdestarën tonë Rozopa, që ka qenë më së shumë se një kujdestare për ne. Një mbështetje, një këshilluese dhe më së shumti një mikeshe mirë kur kishim nevojë për të. Sot, ndërsa festojmë këtë moment të veçantë, duam t'i urojmë pashtë një ditëlindje të lumtur dhe plot dashuri. Kujdestare Rozopa, shpresoj që kjo ditë të jetë paqe veçantë për ty, sa ke qenë ti për ne gjatë këtyre kohëve. Zëvend drejtoresha Lumnia dhe Zyshe Riona. Sot dua t'ju them faleminderit që keni qenë një mbështetje e vazhdueshme për ne, që keni krijuar një mjedis të sigurt dhe mbështetës për të gjithë ne, dhe që gjithmonë keni pasur një fjalë inkurajuese për secilin prej nesh. Edhe kur kërkesat ishin të rrepta, ju gjithmonë keni zgjedhur mënyrën për të na ndihmuar dhe na bë të ndjeshim të rëndësishëm. Dua të cek se çdo herë keni pasur lëshime për ne kur me të tjerët ishit goxha strikt. Faleminderit që keni qenë pranë për ne kur ndjeshim të pasigurt dhe që keni udhëhequr me duar të buta për të forta. Falenderimin e fundit dua t'i drejtoj drejtorit tonë të nderuar zotri Ajhan Allatash. Faleminderit që keni qenë një udhëheqës i jashtëzakonshëm për ne, një shembull i drejtësisë, përgjegjësisë dhe profesionalizmit. Në udhëheqjen tuaj, shkolla jonë ka qenë një vend i sigurt, i mbushur me mundësi për të rritur dhe zhvilluar aftësitë tona, dhe për të arritur çdo objektiv që kemi pasur. Jemi mirënjohës që keni qenë gjithmonë i gatshëm për të na mbështetur, për të na dëgjuar dhe udhëzuar. Faleminderit për besimin dhe mundësitë që na keni dhënë për të rritur dhe për të zhvilluar si individ dhe si grup. Ju jemi pafundësisht mirënjohës për përkushtimin dhe dashurinë që keni treguar për këtë shkollë dhe për çdo nxënës që ka kaluar këtu. Ndërsa mbyllim këtë rrugtim sot, mos të harrojmë kurrë rrugën që na solli deri këtu. Le të ecim para me gëzim, besim dhe zemra të hapura për çdo mundësi që na pret. Faleminderit të gjithëve. Fjalimin shumë përmbajtësor, unë ju them aman jetoni me pasion, mos keni frikë gaboni. Fakt, mos u ndalni për shkak të frikës së dështimit. Sepse dështimi nuk është fundi, është një mësim. Zemra juaj do t'ju çojë gjithmonë larg, nëse ju mësoni ta dëgjoni zemrën tuaj. Flas tani